Territori i Kosovës për datën 11 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta, me mot të kthjellë dhe vranësira kalimtare në pjesën më të madhe të territorit. Paraditja do të paraqitet me kthjellime në shumë zona, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta dhe rreshje të izoluara në verilindje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 11 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 11 nëntor do të jetë në orën 6:15, ndërsa perëndimi në orën 16:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 12 gradë Celsius. Podujev 1 deri në 11 gradë Celsius. Skënderaj 2 deri në 11 gradë Celsius. Pej 5 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë 4 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 12 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 11 gradë Celsius. Gjilan 3 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj 4 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik 4 deri në 10 gradë Celsius. Suhare 5 deri në 12 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 11 gradë Celsius.